Tregu i Milotit, një nga pikat më të vjetra dhe më të rëndësishme të tregtisë në veri të vendit, pritet të transformohet rrënjësisht. Projekti me vlerë 3.3 miliard lekë synon të japë një pamje të re kësaj hapësire historike, ku prej shumë vitesh zhvillohet aktivitet tregtar çdo të diel. Investimi financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa procedura e prokurimit është administruar nga institucioni që drejtohet nga Dritan Agolli. Por pas këtij projekti ambicios, dokumentet tregojnë një seri elementesh që hedhin hije dyshimi mbi mënyrën e përzgjedhur të fituesit. Tenderi me objekt investime për infrastrukturën e tregjeve hapësirave tregtare multifunksionare ka pasur një fond limit prej 3.3 miliard lekë. Sipas projektit teknik, ndërhyrja përfshin 5 zonat kryesore funksionale: zona parkimi dhe magazinimi, kompleksi i shërbimeve, hapësira rekreative, tregu i gjysë së gjallë dhe thertoria, rruga dhe tregu industrial përfshirë dhe kapanonët pranë stacionit të trenit. Gjithashtu, parashikohet ndërhyrje në boshtin kryesor të qarkullimit përgjatë rrugës Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një nyje strategjike pranë rrugës së Kombit, Lumit Madh dhe Hekurut. Gjendja aktuale e tregut konsiderohet problematike, fakti evidentuar edhe në raportin teknik shoqërues të projektit. Ndërhyrja është e domosdoshme, por mënyra si u zhvillua tenderi ngre pikpyetje serioze. Procedura u shpall me 4 dhjetor 2025. Me 22 dhjetor u mbajt hapja e ofertave dhe me 22 janar 2026 u shpall fituesi. Një ritëm i shpejt në raport me vlerën e lartë dhe kompleksitetin e projektit. Në garë morën pjesë 23 kompani dhe bashkime operatorësh ekonomik. Megjithatë, nga dokumentacioni rezulton se 9 prej tyre u skualifikuan, përfshirë disa nga ofertat më të ulta ekonomike. Arsyet lidhen me mosrespektim kriteresh teknike, punë të ngjashme apo edhe gabime aritmetike në dokumentacion. Në fund, fitues u shpall kompania Udha SHPK me pronësi të biznesmenit Arben Çela, me ofertë mbi 2.2 miliard lekë, pa TVSH. Kjo nuk ishte oferta më e ulët. Për shembull, operatori Dajti Park 2007 SHPK kishte paraqitur një ofertë më ekonomike, por u vlerësua më me pak pikë nga komisioni. Platforma Open Data Albania e ka klasifikuar këtë tender me flamur të kuq, indikator që sinjalizon risk korrupsioni dhe mungesë zgare efektive. Por historia e kompanisë fituese nuk nis me Milot. Sipas raportit të vitit 2023 të kontrollit të lartë të shtetit, kompania Udha SHPK është paguar për punën e pakryer për projektin pranë Muzeut Historik Kulturor të Klosit. Dokumenti evidenton diferenca mes punimeve të realizuara dhe pagesave të përfituara. Po ashtu, kompania ka qenë e përfshirë disa kontrata publike njëkohësisht. Në 23 dhjetor 2025 ka përfituar tender për sistemin dhe asfaltimin e rrugëve në njësinë administrative Bulqis, me fond limit mbi 28 milion lekë pa TVSH, me afat zbatimi 3 muaj nga hapja e kantierit. Në maj të 2025, kompania ka përfituar edhe një tjetër tender nga Bashkia e Tiranës për ndërtimin e palesës dhe ambienteve shtesë në shkollën 9-vjeçare Avni Rusteni. Fondi limit mbi 700 milion lekë, ndërsa kjo procedurë u shënua me flamur të kuq. Në këtë rast, oferta e skualifikuar rezultoi deri në 20 milion lekë më e ulta se oferta fituese e kompanisë Udha SHPK. Ndërkohë, kompania ka qenë përzgjedhëse edhe për mirëmbajtjen e aksit Burrell-Rreshen. Ditët e fundit të rrshqitjet masive dherash kanë bllokuar pjesërisht këtë segment rrugor, ndërsa problematika me gropa në bulimin me qarkull vazhdon të raportohet nga qytetarë. Aksi Burrell-Rreshen mbetet një nga lidhjet kryesore mes qarkut të Dibrës dhe atij të Lezhës, duke bërë mirëmbajtjen e tij thelbësore për sigurinë dhe qarkullimin. Fakti që e njëjta kompani përfiton disa kontrata të mëdha njëkohësisht, ndërkohë që ka raporte zyrtare për problematika në zbatim, shton dyshimet mbi përzgjedhjen dhe mbikëqyrjen e projekteve. Tregu i Milotit është simbol ekonomie për zonë. Pozicioni i tij strategjik me histori 200 vjeçare e bën investimin e rëndësishëm për zhvillimin lokal. Por kur një projekt me vlerë qindra miliona lekë shoqërohet me skualifikime të ofertave më ekonomike, me flamuj të kuq nga monitoruesit të prokurimeve dhe me raporte zyrtare për shkelje të mëparshme, atëherë lind nevoja për transparencë dhe llogaridhënie. Banorët dhe tregtarët presin një treg modern, funksional dhe të sigurt. Ndërsa dokumentet tregojnë një tjetër histori, atë të një tenderi të diskutueshëm që shton pikpyetjet me menaxhimin e parave publike dhe standardet e konkurrencës në prokurimet shtetërore. Miloti pret ndryshime, por a do të jetë ky një investim në zhvillimi apo një tjetër kontratë që do të mbetet në hije të dyshimeve? Kjo mbetet për të parë.